prim për të parandaluar ngjarje të tilla në të ardhmen. Shkojmë nëse jemi gati me pamjet e drejtë për drejta, po Albana Aliaj, gazetare jon atje, është gati. Albana, përshëndetje, atëherë diçka, çfarë është kjo protestë, çfarë synon të arrijë? Banorët të shtetit të Durrësit, por dhe të lagjës 15 të rinj të cilët familjarë të viktimave të cilët ndërruan jetë nga aksidenti tragjik ditën e gjerën ku ofrojnë një dy miturit janë ngrisur pas ditën e sotme në një protestë marshim në fakt për të sensibilizuar sadopak në këtë ngjarje të dhimbshme e cila ka prekur dy familjet Nikoli dhe familjen Mesi. Theksojmë në fakt që ngjarja e ndodhur ditën e gjellë në qytetin e Durrësit ishte një ngjarje tragjike për të gjithë banorët, jo vetëm për familjarët, pasi ishte një ngjarje paralajmëruar, pasi autori i kësaj ngjarje ishte denoncuar her pas here nga banorët e zonës ku sipas informacioneve të cilat zotërojnë. Ai ishte kthyer një makt për të gjithë lagjën 15, pasi drejtonte automjetin e tij tip më lë në gjendje të dekur vazhdimisht duke bërë manovra të rrezikshme në atë lagje. Theksojmë në fakt që ngjarja e rëndë ndodhur rreth ditën e diel, pra rreth orës 14:15 minuta të pranishëm në vendin e ngjarjes ishin në fakt. Albana, nëse mund të flasim pak edhe për protestën, se ngjarjen tashmë e dim, edhe regjia nëse mund të hapim ekranin për të parë më shumë nga protesta. Kush merr pjesë në këtë protestë, ku ndodheni tani dhe çfarë kërkojnë ata që marrin pjesë në protestë? Në fakt janë të rinj të shtetit të Durrësit kryesisht, janë dhe disa familjarë, motra e njërit nga viktimave të cilët është pjesë e këtij marshimi, të cilët pritet të fillojnë nga stadiumi kundrejt Bashkisë së Durrësit. Marshimi do fillojë nga stadiumi deri tek dera e policisë, ku duhet të vënë në para përgjegjësisë pra institucionet të policia e Durrësit, kanë rënë në heshtje. Po, nëse mund të pyesim edhe ndonjë prej të rinjve që marrin pjesë në protestë, se çfarë kërkojnë ata në këtë protestë që po bëjnë, që me sa duhet ka si synim pra të shkojë drejt policisë. Ju jeni motra e viktimës. Sot po marshoni, çfarë kërkoni? Kërkojmë drejtësi për gjitha ato gjërat dhe mos ta shohim aty. Mos të dalim më fare. Mos ta shohim me sy sepse dy çunat pafajshëm i mori jetën pa bërë asnjë gjë. Ju ishit dëshmitare e ngjarjes. Po, në ato momente. E kam nxjerrë me dorët e mia nga makina të vdekur. Kot pa fajshëm fare. Me dorët e mia edhe jam duruar shumë sa nuk e di se nuk kam qenë e vëdishme në ato momente, kur e kam parë vllain tim ashtu. Sot kërkoni drejtësi. Kjo ngjarje ndodhur ishte paralajmëruar, mund të themi, ishte problematik ky person? Po, ishte shumë problematik sepse nuk është e parë që ka bërë aksident. Është shumë rradha e shumë që është i pirë edhe ka bërë aksident. Po, Albana, nëse mund të pyesim dhe të tjerë protestuese, shumë e dhimbshme të dëgjosh motrën e një prej viktimave në këtë moment, në fakt, po. Aty ka dhe të tjerë. Mendimin e operatorin do marrin të rinj të cilët janë miq të ju jeni shumë po ata që duan, jo ata që nuk duan. Zotëri, ju jeni familjari i viktimit? Unë jam kushëri, po familjari. Aty, por ne po bëjmë të protest në shenjë solidarizimit që na kanë dhënë të gjithë njerëzit këtu, i falënderojmë për ngushëllimet që na kanë dhënë, por ne këtë po bëjmë edhe më tepër për të sensibilizuar, t'ia filluar që ke policia, bashkia, gjykata, prokuroria, parlamenti, se nuk ngrenë ligjet ose nuk vendosin ligjet e duhura për ne popullin. Dhe bëjnë vetëm ligje, kanë 36 vjetë që bëjnë vetëm ligje për vetën e vetë, jo për mbrojtjen e ne popullit. Dhe kjo është arsye që ne po bëjmë edhe këtë, ikin 2 engjëj ose 2 të pafajshëm, po të paktën të mbrohen të tjerët, të marrin masa që mos ndodhin më gjëra të tilla. Se gjëra të tilla këtu në Durrës ka shumë gjëra. Në përlagje vinë
ca i quajnë veten kapo, ose si që ishte ky që e quajnë të bisha rrugëve. Po këtu nuk është privat rruga. Këtu janë njerëzit, janë kalamajt, janë të smurët, mund të jetë shumë njerëz që janë rrugë dhe mund të ndodhin aksidente shumë të ndryshme. Prandaj këta, se jam edhe i fije i impresionuar për këtë, po se kujt është faj ta gjejë drejtësia. Po këtu fajn ka që nga policia, i kapin njerëzit dhe i lëshojnë. I majnë 1 ditë, 2 ditë, dalin prapë, shesin mend. Tashti kjo ose do të jetë një rushfet që japin lekë ata, dhe këta dalin, ose nuk funksionon drejtësia shteti. Prandaj këtu do të sensibilizohen të gjithë, duke filluar që ke policia do të përgjigjen. Për mendimin tim biles, gjithë ata që kanë marrë pjesë në gjyqjen e këtij personi që ka bërë këtë, ty e filluar që ke policia, prokuria, gjykata, deri lart duhet përgjigjen para ligjit dhe duhet dënohen. Sepse ata janë shkaktarët e viktimave. Ditën e djeshme ju keni lënë një kuror tek dyert e policisë së Durrësit. Ata e kemi lënë që ata ta kuptojnë mirë se përsa është. Në qoftë se ata duhet ta kuptojnë, e kuptojnë. Nëse nuk e kuptojnë, do të përgjigjen për atë. Do të vijë kohë që do përgjigjen, ndoshta një ditë do vijë drejtësia. Se këta 2 shoshe që kanë këta 2 të miturit, si mund t'i quajmë tashti, këta gjaku i tyre nuk do të humbë nga drejtësia. Drejtësia do t'i njekë këta, sepse sot dje ose par dje vdishen 2, por kjo mund vazhdojë. Kjo është të themi si rrugë, duhet nërpritet kjo rrugë, dhe për ne po bëjmë ne që të paktën të shpëtojmë jetën e njerëzve të tjerë, ose të kalamajve të tjerë. Durrësi është një ndër zonat më problematike për aksidente për shkak dhe të rrugëve të cilat janë pa sinjalistika, pa pengesa, rrugë të lëna për gjys, kujtojmë rrugën Azem Hajdari, është problematik, jeni të kucinuar vazhdimisht. Kjo është mungesë e rregullave që nuk i zbatojnë ta, ose të ligjeve, të mungesa ligjeve. Pra ne të thash, kanë 36 vjet parlamenti, nuk vendosin ligje për të mirën e popullit ose për mbrojtjen tonë, po vendosin vetëm për mbrojtjen e politikanëve, të ministrave, të deputetëve, nxjerrin ligje aty ku ata duhet të vjedhin ose duhet të përballojnë për veten e tyre dhe jo për të na mbrojtjen e popullit. Faleminderit. Pra ne këtë ju bëj thirrje që ke kryeministri dhe gjithë instancave të tjera shtetërore që të nxjerrin ligje dhe për mbrojtjen tonë, sepse ne jemi ata që i kemi votuar, ne jemi ata duke filluar që majtas dhe djathtas. E qartë, po, kjo është, mendimin e operatorit, ne do shohim në fakt të gjithë të rinjët e cilët mbajnë fotot të 2 viktimave të cilët humbën jetën tragjikisht në këtë aksident ku poloznin top të pasditere të dielës, ndërkohë shumë mesazhe që vijnë nga këta të rinj, nga këta fëmijë të cilët janë të pranishëm ditën e sotëm kur shkruajnë 2 engjëj në qiell nuk ishin vetëm numra, ishin fëmijë. Ne duam drejtësi për 2 engjëj, një parull tjetër cila pikërisht duhet të japi një mesazh nga këto të rinj për drejtësinë dhe për institucionet në shtetin e Durrësit. Kjo plagë nuk mbyllet pa drejtësi. Fotot e 2 viktimave ndodhen në duart e gjithë të rinjeve. Një mesazh prekës, por dhe një ngjarje tragjike ndodhur në shtetin e Durrësit ku humbën jetën këta 2 fëmijë. Aksidente të shumta ndodhin vazhdimisht në shtetin e Durrësit, por mungesa sinjalistikave, rrugë të prishura, rrugë të lëna për gjys, por dhe pa ndeshim dhe semafora, këto në fakt janë shkaktarët kryesorë që sjellin viktima në shtetin e Durrësit. Po, mirë, ne ndërkohë i ndjekim këto pamje të drejt për drejtat se proteste në Durrës